Viti I ri 2026 ka nisur Xhiron e Globit, spektaklet e fishekzjarëve nisën me Aucklandin në Zelandën e Re për të vijuar me Sydney në Australi, ndërsa gjithçka është gati për të pritur ndërimin e viteve nga Azia në Europë deri në Amerikë. Ishte e zhurmshme në ditën e fundit të 2025-s, kanë qenë të shumtë ata që kanë nxituar të bëjnë blerjet e fundit për tavolinën e ndërimit të viteve, duke shkaktuar fluks në dyqane dhe trafik të ndjeshëm nëpër rrugë. Mbi 13.000 familje ish-pronarësh kanë marrë sot kompensimin financiar. Qeveria ka miratuar fondin për rreth 1.4 miliard lekësh për 3.527 subjekte që kompensohen plotësisht, ndërsa procesi do të vijojë edhe për pronarët e tjerë. Qeveria ka lëvruar 91.5 milion lek për 10 bashki të vendit për të dëmë shpërblyer të prekurit nga zjarret e kësaj vere. Më të prekura kanë qenë bashkitë e Delvinës dhe Gramshit, ku flakët shkrumbuan 10 rabanesa, bakti dhe pemë frutore. 2026 do të vi me acar, sinoptikanët thonë se në zonat malore termometri do të zbrez deri në 10 gradë nën zero. Në fundjavë do të rikthehen rreshtet e shiut dhe të dëborës. Moti paqëndrueshëm do të jetë edhe në pjesën e parë të janarit. Shqipëria renditet nga e përditshmja e njohur amerikane Washington Post si një nga destinacionet më të mira të 2025-s. Në shkrim thuhet se vendi ynë është një alternativë denj turistike përballë fqinjve si Italia dhe Greqia. Televizioni Klan do t'ju shoqërojë në natën e ndorimit të viteve, por edhe në ditët e para të janarit me një program special festiv. Mbrëmja e sotme sjell në një spektakël maraton për t'u pasuar me një ofertë televizive që nuk duhet humbur. Përshëndetje të nderuar teleshikues, mirë se erdhët në edicionin informativ të orës 15:30 në televizionin Klan. Do t'jemi së bashku me zhvillimet më kryesore deri më tani. Viti I ri ka nisur Xhiron e Globit, spektaklet e fishekzjarëve nisën në Aucklandin në Zelandën e Re për të vijuar në Australi, ndërsa gjithçka është gati për të pritur vitin e ri nga Azia në Europë e Amerikë. Ky festival fishekzjarësh në Auckland të Zelandës së Re hapi xhiron rreth globit të festimeve për hyrjen e vitit të ri 2025. Dhjetra mijëra njerëz u mblodhen për të parë spektaklin tradicional ku sapo ram mesnata me orën lokale, nisi shpërthimi 3500 fishekzjarëve me një peshë totale prej 500 kg në kullën e famshme Sky Tower, 328 metra të lartë, shoqëruar edhe me dritat shumë ngjyrshe në urën Harbour Bridge. 2 orë pas Zelandës së Re, fishekzjarët festiv shpërthyen edhe në urën e portit të Sydneyt në Australi. Shfaqja në momentin e ndërimit të viteve, për të cilën u përdorën 9 ton fishekzjarë, u shijua nga afër nga mbi 1 milion njerëz, përfshirë edhe mijëra turistë të huaj. Para se të mbërrinte viti I ri, të pranishmit mbajtën 1 minutë heshtje në ndërim të 15 viktimeve të sulmit terrorist kundër komunitetit hebre në plazhin Bondi më 14 dhjetor. Xhiroja e spektaklit dhe festës vijojnë me kryeqendrat aziatike për të ardhur në Europë dhe më pas në Amerikë. Disa vende të veriut të Europës dhe Shteteve të Bashkuara janë në pushtetin e studive të dëborës. Në Times Square të New Yorkut është gati topi tradicional që kur mbërrin në tokë shënon nisjen e vitit të ri. Tirana ka qenë e zhurmshme në ditën e fundit të 2025-s, kanë qenë të shumtë ata që kanë nxituar të bëjnë blerjet e fundit për tavolinën e ndërimit të viteve, duke shkaktuar fluks në dyqane e trafik në rrugë. Trafik, nxitim për të bërë blerjet për fund vit, por edhe emocione për të regjistruar momentet e fundit nga 2025. Kjo është panorama dhe atmosfera që mbizotron në ditën e fundit të këtij viti në Tiranë. Jo e pazakon nga panorama që kemi parë dhe ndjerë në vitet e shkuara. Dita e fundit të 2025-s i gjen qytetarit duke nxituar për të bërë blerjet e fundit për tryezën e natës së ndrimit të viteve. Gatimet që nuk mungojnë është gjeli i detit dhe baklavaja.
Si gjithmonë gjeldeti. Po, patjetër. Do t'i kem gjitha. Po të gjitha i kemi marrë. Me gjeldeti, me fruta, me baklava. Por sigurisht ata shprehen që çmimet kanë pësuar rritje gjatë kësaj periudhe. Për vitin e ri kanë tendenca të ngrejnë, sepse i ngrejnë se ma vesh. Që kemi blerë gjanët thjeshta, të vogla kena blerë, se kena me ma fesu të shtëpia, po me çdo se kena marrë shumë të shtrenjta. Jo shumë të shtrenjta, po edhe të lira jo. Ndërsa në qendër të qytetit atmosfera ndryshon, me qytetarët që me familjet apo të viklit të tyre shijojnë këto orë të fundit të mbetura të 2025-s. Atmosfera këtu vazhdon të jetë e bukur, por e qetë, sigurisht ndryshe nga ajo çfarë pritet të jetë në darkë, atëherë kur do të ndodhi edhe spektakli i fishekzjarëve dhe kur njerëzit bashkë me të dashurit të tyre do të jenë pikërisht këtu për të pritur me zemrën e gëzuar 2026-ën. Por ajo çfarë vjet re është që përpos qytetarëve ka shumë të huaj të cilët kanë zgjedhur Tiranën për të pritur ardhjen e vitit 2026. I'm from Macedonia. Hi. Jam nga Maqedonia e Veriut. Deri tani çdo gjë është bukur. Të shohim se si do të jetë mbrëmja. Do të jemi këtu në shesh për të ndjekur spektaklin e fishekzjarëve. Zgjodha Tiranën për të kaluar fundvitin sepse më pëlqen këtu atmosfera, gjithçka. Unë jam nga Kuba dhe uroj të gjithëve të kalojnë gëzuar. Erdhëm të kalonim fundvitin këtu në Tiranë. Kemi ardhur një grup miq që do të kalojmë 2-3 ditë këtu në Shqipëri sepse na pëlqen shumë. Janë shumë miqësor. Jam nga Turqia. Është hera e parë që vi në Tiranë dhe po më pëlqen atmosfera. Dhe në këtë atmosferë ku të gjithë po nxitojnë që të bëjnë detyrat e fundit të 2025-s, ne urojmë shqiptarëve të kalojnë gëzuar dhe viti 2026 të jetë një vit i begat. Dhuratat janë një pjesë e rëndësishme e festës së fundvitit dhe pavarësisht se teknologjia është bërë pjesë e rëndësishme e jetës sonë, duket se nuk ka humbur interesi për librat dhe kartolinat. Festat nuk kuptojnë pa dhuratat dhe ndonë se shije dhe preferencat ndryshojnë, dhuratat klasike mbesin gjithmonë zgjedhja e dur për qytetarët. Edhe pse teknologjia është bërë pjesë e pandare jetës sonë, duket se libri mbetet dhurata e preferuar. Është e pasionuar pas librit dhe mendoj që t'i bëj komplet setin e Harry Potterit. Ndoshta do i pëlqejnë, ndoshta si pëlqejnë, shpresoj t'i pëlqejnë. I'm from Las Vegas. Jam nga Las Vegasi, jetoj këtu në Tiranë që prej gushtit, po shoh për disa tituj edhe për t'i dhuruar. Në për librari është pa zakon që të shohësh radhë, por ja që kjo surprizë e bukur ka shoqëruar librarit e qytetit gjatë ditëve të fundit. Edhe librarët thonë që libri e zgjedhja e blerësve për më të dashurit e tyre. Gjatë kësaj periudhe 30-40% ka një rritje dhe interesim për librin. Kote kemi këtë idenë që të rinjt nuk lexojnë edhe lexojnë shumë biles. Është një zgjidhje e shpejtë edhe sigurt me patjetër dhe na vjen mirë që edhe këtë dhjetor ne shohim radhë për të bler libra edhe për të paketuar, dhuratë për miq të ngushtë për familjen, kështu që është absolutisht një ndjesi shumë e mirë. Vazhdon akoma tradita e kartolinës dhe për këtë në fakt na vjen mirë që përgjithsisht çdo dhuratë shoqërohet me kartolinën e saj dhe me mesazhet e vogla që janë gjithmonë shumë të ndjera. Përndonse për një kohë teknologjia sfidoi çdo formë tradicionale urimi, duket se trendi po kthehet tek kartolina. Posta shqiptare pohon si gjatë dhjetorit dërgesat brenda dhe jashtë vendit janë rritur. Në dhjetor vihet re një shtim i dhuratave dhe bashkë me dhuratat e shoqërojnë gjithmonë me një kartolinë tradicionale ku shprehin urimin për njerëzit e tyre të dashur. Dhuratat dhe urimet janë forma më bukur dhe tradicionale për të shprehur mirënjohjen dhe dashurinë ndaj më të dashurve, pa të cilat viti nuk mbyllet. Në mesazhin tradicional të fundvitit drejtuar shqiptarëve, presidenti i Republikës Bayram Bega i ka bërë apel klasës politike. Kreu i shtetit ka kërkuar që ajo të udhëhiqet nga interesi kombëtar dhe dialogu. Në vigjiljet e natës së ndërrimit të viteve, presidenti Bayram Bega i është drejtuar me një mesazh urimi shqiptarëve brenda dhe jashtë kufijve. Çdo familje shqiptare, nga fëmijët e gjyshrit, pas shëndet, gëzime dhe mbarësi. Me gjitha uroj për vitin e ri 2026 më shumë besim të njëri tjetri dhe më shumë mirë kuptim, sepse Shqipëria është shtëpia jone e përbashkët, përgjegjësia jone e përditshme dhe e nesërmja që ndërtojmë bashkërisht.
Një apel të veçantë kreu i shtetit ka për klasën politike, të cilën e fton të udhëhiqet në misionin e saj nga 2 parime për gjatë vitit që po troket. Interesi kombëtar dhe dialogu duhet të udhëheqin veprimet tona për të ndërtuar një shoqëri më të drejtë dhe më të begatë, sepse ajo që na bashkon është më e fortë se çdo interes që na ndan. Ndaj, në vigjilje të vitit të ri 2026, urimi im i parë është për bashkëpunim dhe bashkërendim rreth qëllimeve e interesave mbar kombëtar. Mbërritja në stacionin final atë të Bashkimit Evropian, sipas presidentit, duhet të jetë edhe sfida e radhës për shqiptarët. Forcuam rolin tonë ndërkombëtar dhe hollëm hapa konkret drejt Bashkimit Evropian. Kemi shënuar progres në forcimin e shtetit së drejtës, në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe në pavarësinë e sistemit të drejtësisë. Të inkurajuar nga sukseset dhe të përulur nga mosarritjet. Viti 2026 duhet të jetë viti një përpjekje të përbashkët për ta kthyer standardin europian në një realitet të prekshëm në jetën e çdo familje shqiptare. Një urim të veçantë në mesazhin e fundvitit, presidenti Bega i bën edhe për mjekët, infermierët, antarët e forcave të armatosura, punonjësit e rendit, zjarfiksit dhe gazetarët, të cilët do të jenë në krye të detyrës natën e ndërrimit të viteve. Zoti e bekoft Shqipërinë dhe të gjithë shqiptarët. Zoti ju bekoft ju dhe familjet tuaja. Gëzuar. Mbi 13.000 familje e pronarësh kanë marrë kompensimin financiar nga shteti për pronat e tyre. Qeveria ka miratuar fondin për rreth 1.4 miliard lekësh për 3.527 subjekte që kompensohen plotësisht, ndërsa procesi do të vijojë edhe për pronarët e tjerë. Mbi 13.000 familje pronarësh kanë marrë kompensim financiar nga shteti për pronat e tyre të prekura nga ndërtimet informale. Qeveria ka miratuar fondin për shlyerjen e 30% të mbetur të kompensimit, duke e çuar procesin drejt përfundimit për mira subjekte. Sapo miratuam listën me plot 3.527 subjekte, të cilët kompensohen përfundimisht nga Agjencia e Trajtimit të Pronave. Ky nuk është thjesht dhe vetëm një akt financiar dhe as vetëm përmbushja e detyrës sonë funksionale, por diçka më tepër, është një akt drejtësie. Sipas Ministrisë së Drejtësisë dhe Agjencisë së Trajtimit të Pronave, fondi i miratuar ka vlerën e rreth 1.4 miliard lekëve, i cili do të kalojë sot dhe në ditët në vijim në llogaritë bankare të përfituesve. Në listën e publikuar janë 3.527 subjekte që kompensohen plotësisht, ndërsa në total përfitimi shtrihet në mbi 13.000 familje. Jemi të vendosur të vijojmë angazhimin ton të palëkundur për ta përmbyllur procesin e kompensimit ndaj të gjithë pronarëve. Kam kërkuar nga Agjencia e Trajtimit të Pronës të ecë sa më shpejt në këtë proces. Kompensimi financiar për familjet e përfshira në këtë listë konsiderohet i përfunduar plotësisht, ndërsa procesi do të vijojë edhe për pronarët e tjerë që presin shlyerjen sipas ligjit. Në buxhetin e vitit 2026, Ministria e Financave ka parashikuar fondin e kompensimit në vlerë 3.5 miliard lek, me një shtesë prej 500 milion lek krahasuar me vitin 2025. Qeveria ka lëvruar 91.5 milion lek për 10 bashki të vendit për të dëmshpërblyer të prekurit nga zjarret e kësaj vere. Më të prekurat duket se kanë qenë bashkitë e Delvinës dhe të Gramshit, ku flakët kanë shkrumbuar 10 banesa bakti dhe pemfrutore. Nis kompensimi për dëmet e zjarreve të rëna në verën e këtij viti. Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile ka vendosur në dispozicion 91.5 milion lek për 10 bashki të vendit. Vera e 2025-s është cilësuar si më e vështira në Shqipëri për shkak të dëmeve të shumta nga zjarret. Kompensimi për dëmet nga zjarri përfshin periudhën nga 15 qershori deri në 15 shtator. Bashkitë e Delvinës dhe Gramshit ishin më të prekurat që sipas autoriteteve në 90% të rasteve zjarret ishin të qëllimshme. Televizioni Klan ka mësuar se vetëm në Gramsh dhe shumica në fshatin Skënderbekas rezultojnë të djegura 68 banesa me një dëm ekonomik prej 3.2 milion euro. Po ashtu pati edhe qindra bakti të ngordura e mira hektar ullinj e pemfrutor të djegur. Në total, në të 10 bashkitë e përfshira nga zjarret janë afro 200 shtëpi të dëmtuara e mbi 3.600 krerë baktisht të djegura këtë verë. Për shkak të rasteve të përsëritura, zjarrvënia është përfshirë në kodin penal. Autorët rrezikojnë burg nga 5 deri në 15 vite. Me ndryshimet e reja ligjore dhe zjarrvënia nga pakujdesia do të përfshihet në kodin penal.
2026 do të vi me acar, sinoptikanët thonë se në zonat malore termometri do të zbrez deri në 90 gradë Celsius. Në fundjavë do të rikthehen rreshjet e shiut e të dëborës. Viti i ri 2026 do të trokasi me kushte atmosferike tipike të dimrit. Sipas parashikimeve të sinoptikanëve, dita e parë e vitit do të jetë edhe më e ftohta. Data 1 janar pritet që minimumet regjistrohen eri në -10 gradë Celsius në qytetet e zonës malore në orët e parë të mëngjesit. Edhe në urtësinë perëndimore do të kemi temperatura të cilat luhaten nga -2 deri në 2 apo 3 gradë Celsius në vijën bregdetare. Fundjava pritet të sjellë rritje të temperaturave, por do të rikthej rreshtet e shiut dhe të borës. Vlerat minimale në qytetet e zonave malore nga -10 gradë Celsius, si do të në datën 1, në datën 3-4 pritet që vlerat minimale të jenë rreth -2 gradë Celsius. Duke filluar orët e mesditës dhe në vijë do të kemi dhe rritje të lagështives në ajër, çka do të bëjë që të kemi prezente rreshtet e shiut dhe të borës. Sipas parashikimeve të sinoptikanëve, pjesa e parë e janarit do të jetë e ftohtë dhe me moto paqëndrueshëm. Fluksi i shtuar i automjeteve në rrugët e vendit për shkak të festave të fundvitit ka detyruar ARSH-n të ndërmarrë një plan masash. Autoritetet bëjnë apel që të tregohet kujdes në zonat me dëborë. Festat e fundvitit kanë sjellë fluks të shtuar automjetesh dhe turistësh në Shqipëri. Vendet me borë mbeten ato më atraktive për të gjithë vizitorët. Autoriteti rrugor shqiptar thotë se janë marrë të gjitha masat për të mbajtur hapur akset rrugore. Së bashku me të gjithë ekipet nën-kontraktore, është në gatishmëri të plotë dhe ka marrë të gjithë masat për të siguruar një qarkullim të vazhdueshëm në të gjithë akset rrugore në mbar Shqipërinë, ku do të jenë në gatishmëri 130 borë pastruese, 577 mjete të tjera dhe 800 punonjës, të cilët do të jenë në gatishmëri 24 orë. Për të mos patur vështirësi lëvizje, ARSH-u kërkon drejtuesve të mjeteve të jenë të pajisur me zinxhir. I bëj thirrje të gjithë drejtuesve të mjetet që të pajisin me goma dimërore dhe të kenë zinxhir në makinat e tyre, kjo për të siguruar që mos ketë bllokime të akseve dhe qarkullimi të jetë i vazhdueshëm. Për shkak të uljes së temperaturave, juglindja dhe veriu i vendit janë përfshirë nga rreshtet e dëborës. Voskopoja, Dardha dhe Thethi janë zonat që janë përfshirë nga dëbora. Kryeministri Edi Rama shpërndau pamje nga kantieri i ri i jetëzimit të qendrës historike të Pogradesit. Kreu i qeverisë thotë se ky investim do ta kthejë këtë zonë në një pol të rëndësishëm turistik. Rama theksoi se projekti ruan njëkohësisht edhe arkitekturën e ndërtesave karakteristike dhe rrugicave me kaldrëm. Kantieri i rilindjes së qendrës historike të Pogradesit, investim që do ta kthejë këtë zonë në një pol të ri turistik të qytetit të Lazgushit me arkitekturën e ndërtesave karakteristike dhe rrugicat me kaldrëm, shkroi Rama në rrjetet sociale. Shqipëria renditet nga e përditshmja e njohur amerikane Washington Post si një nga destinacionet më të mira për 2025-ën. Në shkrim thuhet se vendi ynë është një alternativë denj turistike përballë fqinjve si Italia e Greqia. E përditshme amerikane Washington Post ka renditur Shqipërinë në 10 destinacionet më të mira të udhëtimeve për 2025-ën. Në një renditje të publikuar në ditën e fundit të vitit, thuhet se me bukuritë e saj mahnitëse natyrore, historinë e pasur dhe mikpritjen e ngrohtë, Shqipëria është një alternativë e denjë kundrejt Italisë ose Greqisë. Në shkrimin e gazetares Natalie Compton citohen turistë që e kanë vizituar vendin. Sipas tyre, Shqipëria ofron gjithçka: ushqimin, natyrën, jetën e natës me një kosto shumë të ulët dhe pa turma vizitorësh. Vetë gazetari bëri një udhëtim me familjen, duke e nisur nga Shkodra, që sipas saj është një rajon i famshëm për malet, liçenet, akomodimet në ferma dhe ecjet në natyrë, si dhe historinë e tij. Më pas ajo veçon Rivierën shqiptare. Me një udhëtim drejt qytetit të Himarës, ajo nënvizon se shpenzimet për ushqimin ishin shumë më lirë se në puljat e Italisë, Majorkat të Spanjës apo dhe në Maltë. Gazetarja e Washington Post veçon edhe Beratin dhe Tiranën. Ajo që zbuluam në Shqipëri është më shumë se sa një kopje e vendeve të saj fqinje, thot gazetarja amerikane. Krahas Shqipërisë, Washington Post rendit edhe destinacione të njohura në Spanjë, Afrikë dhe deri në El Salvador. Në Kosovë, kryeministri në detyrë Albin Kurti tha se partia e tij do të tejskalojë rezultatin e zgjedhjeve të 2021-shit pas numërimit të gjitha votave. Ai tha se për zgjedhjen e presidentit të ri do të presin një herë konstituimin e kuvendit.
Kryeministri në detyrë Albin Kurti është shprehur i kënaqur me rezultatin e zgjedhjeve, madje sipas tij ka gjas që të tejkalojnë edhe rezultatin e shkurtit të vitit 2021. Tha se rezultati i zgjedhjeve të parakohshme të 28 dhjetorit është i qartë dhe se tashmë pengesat për formimin e kuvendit të Kosovës dhe qeverisë janë inekzistente. Bllokimet në konstituimin e kuvendit dhe pengesat për formimin e qeverisë së re tashmë janë inekzistente. Paralajmëroi se shumë shpejt do të takoj presidenten Vjosa Osmani. Kjo e fundit ka deklaruar se do të kandidoj edhe për një mandat si presidente e vendit. E për këtë Kurti tha se së pari do të presin konstituimin e kuvendit. Duhet ta shohim përbërjen e legjislaturës 10 dhe më pastaj të hecim tutje. Shpejt do të takoj presidenten Osmani dhe duhet të bisedojmë një herë bashkë për rrugën përpara. Derisa në mesditë është ndërprerë numrimi i votave për shkak të festave të fundvitit për të vazhduar pas ditën e 1 janarit. Tashmë ka përfunduar numrimi i votave për kandidatët për deputet në 27 komuna dhe kanë mbetur edhe 11 të tjera. Ministria Ruse e Mbrojtjes publikoi pamjet e mbetjeve të një droni ukrainas që dyshohet se urrëzua pasi ishte nisur për të goditur rezidencat e presidentit rus, Vladimir Putin. Moska synon të hedhë poshtë akuzat e Kievit se ngjarja ishte e sajuar. Këto mbetje metalike janë pjesë e një droni ukrainas Chaklun 5, i cili sipas Moskës urrëzua fare pranë rezidencës së Vladimir Putinit në Novgorod të Hënën. Njësit ruse të Genios konfirmuan se ky mjet fluturues mbante rreth 6 kg eksploziv, i projektuar për të shkaktuar dëme maksimale në objekte qeveritare. Sipas Ministrisë së Mbrojtjes ruse, droni i rrëzuar është pjesë e një vale prej 91 të tillë është nisur nga Kievi për të goditur pika strategjike në Rusi. Megjithatë, përfaqësuesja e lartë e BE-s Kaja Kallas i hodhi poshtë këto akuza duke quajtur një shpërqendrim të qëllimshëm të Rusisë për të penguar progresin drejt paqes. Përmes publikimit të këtyre filmimeve, Rusia kërkon të dëshmojë me fakte akuzat që Volodymyr Zelenski i mohoi si sajesa të pastra, që synojnë të minojnë bisedimet e paqes. Tensioni vjen vetëm pak orë pas takimit me Zelenski dhe Donald Trumpit në Florida. Kreu i Shtëpisë së Bardhë dënoi sulmin, por fillimisht e minimizoi atë me argumentin se mungonin provat filmike. Televizioni Klan do t'ju shoqërojë natën e ndërimit të viteve, por edhe në ditët e para të janarit me një program special festiv. Mbrëmja e sotme sjell në një spektakël maraton emrat më të mirë të muzikës shqiptare për t'u basuar me programe, seriale dhe filmat më të fundit në një ofertë televizive që nuk duhet humbur. Televizioni kombëtar Klan vjen me një programacion të posaçëm festiv që synon ta kthejë ndërimin e viteve në një përvojë të bukur dhe emocionuese për çdo familje. Këngët e shekullit do të sjellin muzikën më të mirë shqiptare, humorin dhe shumë surpriza në një transmetim të gjatë që do të shoqërojë shikuesit në natën e 31 dhjetorit deri në orët e para të mëngjesit të ditës së parë të vitit 2026. Patjetër që kemi shumë miq, shumë mysafir, kemi artistët më të mirë të muzikës lehtë shqiptare, por edhe popullore, kemi pasuruar pak repertorin e këtij spektakli. Kemi lojra, do të kemi humor, thjesht do të bëhet qef, kështu që publiku le të qëndrojmë me ne. Studio e këngëve të shekullit është mbushur plot me artistë, me emra, të gjithë i duam këta emra dhe akoma më shumë që jam rritur me disa prej këtyre emrave, kështu që kam mundësi që dhe të duetoj me ta. Por është një surprizë për publikun kjo. Një udhëtim emocional, nostalgjik, njëkohësisht edhe argëtues do të jetë ky, me maratonin e këngëve të shekullit që do të sjellin në shtëpitë tuaja përmes ekranit të televizionit Klan, artistët më të mirë shqiptar. Ju bëjmë një mesazh, hajdeni të fillojmë shpejt. Ky është mesazhi për vit të ri. Urimi i përvitshëm është e para shëndet.
pastaj mbarësi në çdo gjë. Do të kemi vetëm gjëra të bukura, vetëm gjëra të gëzueshme që të deportojmë në familjet shqiptare. Kemi menduar që bëjmë muzikë të larmishme që njerëzit do frehen për familjet e tyre. Kemi përgatitur një program fantastik me një muzikë popullore, muzikë të lehtë, argëtuese, që të gjithë dhe ata që na ndjekin nga ekrani t'ja marrin valles në përshpia. Shpresoj që do të jemi të gjithë në një nivel të mirë. Gëzuar, qoftë një vit i mbar për të gjithë. Kënga shqipe do të kaloj kufit zyrtar, ku traditë dhe kultura muzikore shqiptare do të bashkohen në skenën e madhe të këngëve të shekullit. Muzika shqiptare është gjithmonë e rëndësishme ta kujtojmë, jo vetëm në ne të shënuara, por gjithmonë sepse këto janë rrënjët tona dhe sigurisht që nuk duhet asnjëherë ta harrosh prej nga vjen. Do jetë një mbrëmje e gjatë, e bukur, siç din të jetë nata e vitit të ri. Programacioni festiv i televizionit Klan nuk ndalet vetëm në natën e ndërrimit të viteve. Gjatë ditëve të para të 2026-s, televizioni Klan do të vijë me një ofertë të pasur televizive. Dashuria është në botë për sosmëri. Është bërë traditë tashmë që ekrani i televizorit të jetë ai pjesëtari plus në familjen e çdo shqiptari që ndjek televizionin Klan, e sidomos gjatë festave të fundvitit. Më datë 1 janar do të ketë një premierë ekskluzive të filmit më të bujshëm dhe më të ndjekur në kinemat shqiptare, që është Njerëz dhe Fate 2. Drama njerëzore bazuar në serialin e mëparshëm Njerëz dhe Fate dhe me aktorët e minjohur Arben Derhemi, Alfred Trebicka, Eni Jani, Gentian Zenelaj e shumë të tjerë. 1, 2, 3, 4. Në datën 2 janar në mbrëmje, në orën 22:30, do të transmetojmë spektaklin e vitit që u xhirua në Kanin, Yjet në Kanin. Kështu Vera Grabocka së bashku me konstelacionin e famshëm të yjeve si Timo Floko, Sajmir Pirgu dhe Ermonela Jaho do të na shoqërojnë mbrëmjen e 2 janarit. TV Klan hyn në vitin e ri me një paketë të pasur dhe të përzgjedhur filmike me prodhimet më të suksesshme kinematografike të Netflix nga kinemaja turke në Hollywood, që do të transmetohen çdo mbrëmje dhe mesditë me 1 deri në 3 janar. Gjatë programit special të festave, në këto 3 ditë do të kemi edhe transmetimin premier ekskluzive të një pakete filmash që kanë bërë xhiron e tyre në kinemat botërore, por që tashmë vijnë ekskluzivisht dhe premier në televizionin Klan. Kështu historitë më të bukura të dashurisë, komeditë romantike së bashku me Yjet për Katës, që janë bërë shumë të famshëm në kinema, tashmë shfaqen premier absolute në televizion për herë të parë gjatë këtyre ditëve të festave të fundvitit. Mirë se ju gjej, mirë se. Ndërsa programet më të dashura të ekranit Klan do të vinë për ju edhe gjatë këtyre ditëve festive. Programet e strukturës si Rudina, Stopa apo Edila Shqiptare nuk do të kenë ndërprerje të transmetimit, por ato kanë menduar dhe kanë krijuar dhe kanë prodhuar një program festiv enkas për këto ditë festash. Festat do të vazhdojnë, duke bashkuar publikun para ekranit me një program të përzgjedhur enkas për të festuar dhe për të thëngëzuar me emocionet më të mira. Dhe këtu kemi mbritur në fund të këtij edicioni informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë miru takofshim.